Aksi rrugor nga Ure Topojani deri në Maqellar është në gjendje të degraduar për shkak të mungesës së investimeve prej vitesh. Ky segment rrugor është pjesë e rrugës nacionale Skuraj-Peshkopi dhe është në të njëjtën kontratë mirëmbajtje. Ndonë se rruga tashmë përdoret më shumë nga banorët, ka edhe vizitor apo të tjerë qytetarë që preferojnë të kalojnë ande dhe jo nga rruga e Arbrit. Drejtuesit e mjeteve konsiderojnë katastrofike gjendjen e rrugës, teksa kërkojnë që të investohet në të. Automjetët bëhen për servis thuaj se shtotit, deklarojnë me së tjera banorët. Ata shtojnë se kompania që e ka për mirëmbajtje duhet të ndërhyjë sa më parë dhe të mbush gropat e krijuara në të dhe të mos mjaftohet vetëm me pastrimin e kanaleve apo prerjen e bimësisë në anash rrugës. Rruga skandal, na morëm qafu, qanë të vjetë, asi gjanë s'kam ba. Këto në Magjarë është zotje makinat. Thua, bu, na mytën fare. Kam 5 makina ngella në servis për ditë. Na mytën të ato të servisit, kam bo shpia të reja pinesh. Rruga nuk është e mirë, s'është fare e mirë. Ku ka po taksa? Si çdo rrugë tjetër që mirë mbahet, duhet më mbahet edhe kjo pjesë. Unë nuk e kam pa ka vite, por shoh që kjo është vite pa u prek. Situata ka degraduar në këto gjendje që me hapjen e rrugës së Arbrit, teksa trafiku më i madh i automjeteve është përqendruar atje, por ky aks është ende në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar.